Ne kemi ditë që kemi marrë në këtë situatë të blokadës, sepse qëllimi i lëvizjes vendosje në vazhdimsi ka qenë që të mos konstituohet kuvendi, dhe ju e dini që nuk e ka bë minimumin e përpjekjeve, qoftë për sigurimin e votave për kryeparlamentar. Ne kemi dashur mi dhënë një epilog me kalun këtë situatën dhe ju keni pa që në mënyrë arbitrare, pa ndonjë emocion, pa marrëveshje, është nda votimi i nënkryetarëve të komunitetit jo shumicë, sepse zakonisht sikur se nënkryetarët e shumicës votohen në blok, është nda, domethënë pa konsultim, në mënyrë që të shkakton këto kauza që i ka Albini, sepse duke qenë se jemi në prag të zgjedhjeve, Albini po mundohet me këto kauza me rikthy në një komunë ose me mbajt në një komunë, krejt kjo për pojena politike, tash detyra është atyne që e kanë bllokuar dhe ta zhbllokojnë. Nuk do të votojmë asnjë. Thash, ata që e kanë bllokuar këtë situatë dhe ta zhbllokojnë, ne kemi dashur me dhënë epilog, kemi ardhur deri këtu, asnjëherë zgjedhja e nënkryetarëve nuk është politizuar në këtë formë, ajo dihet me urnes ose me rregulloret të kuvendit dihet cila parti politike ju takon pozita nënkryetarëve. Për shembull, ne si Aleancë nuk kemi pozitën nënkryetarëve, kemi votuar në mënyrë që të mos bllokohet konstituimi i kuvendit dhe blokada e konstituimit të kuvendit, blokada e Kosovës, njeriu që po i marrin peng institucionet e Kosovës në mënyrë të paligjshme e pa emrin Albin Kurti dhe lëvizja vetëvendosje.